Mjeku çudit botën. Nëse pini çdo ditë qumësht me hudhër, duhet urgjent ta dëgjoni këtë. Perimet, frutat dhe erëzat janë pjesë e disa prej recetave më të mira mjekësore që njeriu mund t'i përdorë edhe për të trajtuar një sër problemesh të mundshme. Një prej këtyre recetave bashkon qumshtin dhe hudhrën për të krijuar një lëng të fuqishëm kundër një sër problemesh siç janë kolla, artriti, pagjumësia, problemet e zemrës dhe shumë komplikacione të tjera ciktojnë në studimet. Përgatitja e kësaj recete duke kombinuar këta përbërës do të sjellë një sër përfitimesh të cilat i përmendëm më herët. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Përbërësit që u duhen janë 10 thërpi hudhër të grirë holl, 3 lugë çaj me sheqer ose mjalt, 500 ml qumësht dhe 250 ml ujë. Udhëzimet e kësaj recete janë këto. Përzieni ujin me qumshtin në një tenxhere, shtoni hudhrën dhe e vendosni në zjarr. Sapo lëngu të marrë val, uleni temperaturën dhe i përzieni vazhdimisht. Pas pak minutash, hiqeni tenxheren nga zjarri, kulloni lëngun, shtoni sheqerin ose mjaltin edhe e pini atë të ngrohtë. Përfitimet e kësaj pije të shëndetshme janë të shumta. Ajo është një lehtësues kundër problemeve të artritit. Konsumi ditor i lëngut ndihmon në simptomat e dhimbjeve shqetësuese të artritit. Ky qumësht ndihmon në zbutjen e dhimbjeve të nervit sciatik. Është i mirë kundër komplikacioneve në zemër. Qumshti dhe hudhra është një mënyrë efikase për uljen e kolesterolit të keq dhe parandalimin e formimit të pllakëzave të gjakut. Është një lehtësues kundër problemeve të astmës. Qumshti me hudhra duhet të pihet çdo natë përpara gjumit për të zbutur simptomat e astmës. Ju mund të pini qumshtin ose të hani 3 thelpi hudhër çdo natë. Është një zgjidhje shumë e mirë kundër verdhësës. Hudhra eliminon toksinat nga organizmi ose aktivizon enzimat e mira me qëllim përmirësimin e funksioneve të mëlçisë. Hudhra përmban shumë sulfur që është mjaft i rëndësishëm për mëlçinë. Ajo përmban edhe selenium dhe alicin të cilat luftojnë yndyrosjen e mëlçisë. Konsumi ditor i hudhrës dhe i qumshtit mund të jetë një mënyrë shumë e mirë për të ndihmuar në trajtimin e verdhësës. Është një lehtësues kundër problemeve të pagjumësisë. Qumshti me hudhër mund të qetësojë organizmin dhe t'ju ndihmojë të flini më mirë. Qumshti me hudhër duke u pirë 3 herë në ditë mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër ftohjes, pneumonisë dhe kollës. Kombinoni qumshtin, hudhrën, shafranin e indis dhe pak mjalt dhe pini lëngun për të lehtësuar kollën kronike. Është një lehtësues kundër problemeve të tretjes. Vlerat fantastike antiseptike të hudhrës e bëjnë atë shumë të rëndësishëm për sistemin tuaj imunitar, tretjen, pastrimin e sistemit limfatik dhe detoksifikimin e trupit. Ky lëng ndihmon në sekretimin e lëngjeve tretëse kundër problemeve të diarres. Është një zgjidhje lehtësuese kundër kolesterolit. Pijeni qumshtin me hudhër për një javë të tërë në një gotë për të ndihmuar në rregullimin e niveleve të kolesterolit, citonel të sajt. Mënyra e pirjes së qumshtit me hudhër dhe problemet e përmendura më sipër janë një nga të mirat që mund të ofrojë ajo, por nëse merrni medikamente të caktuara për problemet që keni, atëherë duhet të konsultoheni me mjekun tuaj përpara se t'i zvendësoni ato me këtë pije. Përfshirja e hudhrës në dietën tuaj dihet se do t'jap efekte pozitive në një sër elementesh të mirë për organizmin. Ndaj, edhe konsumi i saj në shëndetin tuaj mund të ofrojë edhe një ndihmë të mirë për trupin në mënyrë të përgjithshme. Le të jetë ushqimi ilaçi juaj dhe ilaçi juaj ushqim. Janë fjalët e famshme këto të babait të mjekësisë Hipokratit. Ai i pëlqente që hudhrën ta përdorte për lehtësimin e një sër probleme shëndetësore. Edhe shkenca moderne ka konfirmuar kohët e fundit shumë nga përfitimet shëndetësore të hudhrës. Jap disa prej tyre. Hudhra përmban komponent me veti të fuqishme medicinale. Shkencëtarët kanë zbuluar se shumica e vetive shëndetësore të hudhrës shkaktohen nga përbërësit e squfurit që formohen kur një hudhër grimcohet, shtypet ose përtypet. Ndoshta një nga përbërësit më të njohur është alicina, e cila mund të gjendet vetëm kur hudhra është e freskët, ose kur sapo është të prerë ose kur sapo është të shtypur. Përbërësit të tjerë të hudhrës, të cilët mund të luajnë një rol të mirë në përfundimin e këtyre komplikacioneve, mund të përmirësojnë edhe qarkullimin tuaj imunitar dhe të mbajnë larg komplikacionet e tyre. Përfshirja e hudhrës në dietën tuaj do të luajë një rol pozitiv në qarkullimin e mirë të gjakut nëpër trup,
duke ushtruar kështu efektet e forta biologjike të shëndetshme për organizmin. Hudhra është shumë ushqyese dhe gjithashtu një thelpi hudhër përmban 2% të nevojës ditore të magnezit, vitaminën B6 rreth 2% të vlerës ditore, 1% të vlerës së përditshme të vitaminës C, 1% të seleniumit dhe gjithashtu. Përfshirja e hudhrës në dietën tuaj sigurisht do t'jap efekte të mira edhe në uljen e tensionit të lartë të gjakut. Sëmundjet kardiovaskulare dhe ataket kardiake dhe goditje në tru janë një nga vrasësit më të mëdhenj në botë. Tensioni i lartë i gjakut ose hipertensioni është një nxitës gjithashtu i këtyre sëmundjeve. Studimet kanë zbuluar se hudhra ka impakte të rëndësishme në uljen e tensionit të lartë të gjakut te njerëzit të cilët vuajnë shpesh nga këto shqetësime. Hudhra do të përmirësojë nivelin e kolesterolit, gjë që mund të ulë riskun e sëmundjeve në zemër, citoi studimi. Hudhra mund të ulë kolesterolin total LDL për ata persona të cilët kanë kolesterol të lartë. Hudhra mund të ulë kolesterolin total me 10 deri në 15%, që është shumë e rëndësishme për gjendjen tuaj imunitare, citoi studimi. Gjithashtu, hudhra mund të mbajë larg edhe problemet të Alzheimerit dhe demencës. Hudhra përmban antioksidant që mund të ndihmojnë në parandalimin e komplikacioneve të Alzheimerit dhe demencës. Dëmtimet oksidative nga radikalet e lira kontribojnë në procesin e plakjes. Hudhra përmban komponente efektshëm që reduktojnë kolesterolin dhe presionin e gjakut me veti të mira antioksiduese, të cilat reduktojnë sëmundjen e Alzheimerit dhe gjithashtu edhe problemet e demencës. Performanca sportive mund të përmirësohet me suplementet e hudhrës. Hudhra gjithashtu është e përdorur në kulturat e lashta për të reduktuar lodhjen e papritur dhe për të rritur aftësinë për të punuar. U jepet alternativë shumë e mirë edhe në rritjen e performancës së trupit. Hudhra gjithashtu mund të ndihmojë në detoksifikimin e metaleve të rënda dhe nxjerrjen e tyre jashtë nga trupi. Në doza të larta, përbërjet sulfurike të hudhrës kanë zbuluar se mund të mbrojnë nga dëmet e organeve nga toksiciteti i materialeve të rënda. Hudhra mund të përmirësojë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të kockave. Akoma nuk është provuar, por tregojnë se efektet e hudhrës mund të stimulojnë gjithashtu një sistem tuaj imunitar më të mirë dhe më të shëndetshëm, por konsumi i saj brenda dozave të lejuara do të jetë një aleat i çmuar në betejën kundër këtyre komplikacioneve, citon studimi. Përfshirja e hudhrës në mënyrë të rregullt në dietën tuaj do të nxjisë një përmirësim më të mirë të sistemit tuaj imunitar. Studimet klinike kanë treguar se hudhra mund të shkatërrojë qelizat të dëmshme të organizmit. Një studim i kryer në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tregoi se konsumi i rregullt i hudrave në dietën tuaj mund të ulë me 35% riskun nga problemet e tretjes. Gjithashtu edhe në stimulimin e imunitetit do ta keni më të plotë. Hudhra është një zgjidhje shumë e mirë plotësuese kundër inflamacioneve. Studimet kanë treguar se përfshirja e hudhrës ose vajt esencial të hudhrës mund të ofrojë një mbrojtje shumë efektive kundër inflamacioneve dhe problemeve që i kanosen shëndetit tuaj. Shëndeti i zemrës është i pari që do të përfitojë me konsumin e kësaj erëze. Studimet mbi rolin e hudhrës në uljen e kolesterolit do vazhdojnë akoma, por ato citojnë se përfshirja e hudhrës në dietën tuaj do të jetë një nxitës i shkëlqyer i imunitetit në betejën kundër këtyre shqetësimeve, sidomos edhe atyre të cilat ndikojnë në problemet e zemrës. Ekspertët rekomandojnë të konsumoni të paktën 4 gram hudhër, që është e barazvlefshme me një thelpi hudhër në ditë për të ulur dhe reduktuar këto komplikacione. Por kujdes duhet të kenë persona të cilët kanë tension të ulët të gjakut, pasi hudhra dihet se është një nxitëse e uljes më të theksuar të problemeve të tensionit të ulët. Hudhra është e mirë gjithashtu për shëndetin tuaj të flokut dhe të lëkurës. Përfshirja e saj në mënyrë të rregullt në të gjitha dietat tuaja mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese në rigjenerimin e flokut. Maskat për flok me hudhër mund të stimulojnë rritjen dhe parandalimin e bakterieve në flok. Gjithashtu, hudhra është një nxitëse shumë e mirë për të reduktuar problemet të akneve nëse aplikohet në recetat e duhura për shëndetin e lëkurës. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.